Komuniteti Bushnjak është dëshmi se edhe komunitetet e vogla mund të kenë zemër të madhe dhe rol të madh në historinë e përbashkët të shtetit. Tha kështu kryeministri Ristian Mickovski në Akademinë Solemne në rastin e 28 shtatorit, ditës ndërkombëtare të Bushnjakëve. Kryeministri uroi anëtarët e komunitetit Bushnjak në vend dhe theksoi se ne nuk kemi komunitete të mëdha dhe të vogla, të gjithë jemi Maqedoni. Ние го избираме патот на заедништвото, солидарноста и почит. Затоа денот на бошњаците не е само ден на една заедница, туку на цела Македонија. Тоа е ден кој не потсетува дека иднината можеме да ја градиме само заедно, со почит, со доверба и со љубов кон заедничкиот дом. Koordinatori kombëtar për bashkëpunim ndëretnik dhe ndërsektorial, Salko Kuç, tha se dita e Bushnjakëve është një mesazh për miqësi, dialog dhe bashkëpunim, vlera të themeluara edhe në shpirtin e Maqedonisë. Нека овој празник не потсети на нашата обврска да го чуваме достоинството на сите заедници, да ја градиме Македонија како земја на еднакви права и како дом на демократијата и во Европа. Urime për komunitetin Boshnjak në vend me rastin e 28 shtatorit, ditës ndërkombëtare të Boshnjakëve, u drejtuan gjithashtu nga kryetarja Gordana Siljanovska Davkova, kryetari i kuvendit Afrim Gashi, zëvendës kryeministri dhe ministri për marrëdhënie ndërkombëtare Ivan Stoiljković, lideri i LSDM-s Venko Filipçi, si dhe liderët e partive të tjera politike në vend.